çdo goditje na kalite. Çdo goditje na bënte më të fortë. Çdo mend që vrasja e Kadriuti, Jusufit e Bardoshit ka pas kosto të lartë për lëvizjen patriotike dhe për rezistencën e shqiptarëve. Mendoj që UDBA Jugoslave ka dashur t'japë edhe këtu porosi për ta thyrë shpirtërisht lëvizjen e organizuar të shqiptarëve me vrasjen e këtyre drejtuesve, të këtyre udhëheqësve, do thotë në vazhdën e burgosjeve, të torturave, të arrestimeve që bashën. Kjo ishte një porosi për të gjithë ato të cilët vazhdonin të punonin, se u vrasin siç i vran këta tre drejtuese dhe udhëheqësa. Por përkundrazi, çdo arrestim, çdo vrasje ka pasur kundër efekt. Ka patur kundër efekt dhe na ka mobilizuar aq më shumë. Më kujtohet në 85-ën kur u ekzekutua në burgun e CZ-s Zia Shemsiu. Në atë periudhë kemi shpërndar me mija trakte që i kemi shtyp në Kosovë dhe i kemi shpërndar, do thotë pas bashkim shkrirjes së të gjitha grupeve në Kosovë, që ishte edhe në Maqedoni, edhe në hapësira tjera, Lugine, Malsi, Madhe, janë shpërndar këto trakte për vdekjen mizore, do të thotë në tortura për Zia Shemsiun. Kështu që çdo goditje na kalite, çdo goditje na bënte më të fortë.